Pra, shënitrim është që fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë tek ne e para, të jetë tek ne në opsionin e parë, të jetë tek ne zgjidhje e parë para çdo zgjidhje tjetër. Sikurse namazi, zekati, haxhi, agjërimi i Ramazanit, shënitrim i namazit don të thotë që ti ta falësh atë, jo ta pohosh vetëm me gojën tënde, mirë po, ta falësh atë siç Allahu ka urdhëruar. Shënitrim i agjërimit do të thotë që ti të agjërosh muajin e bekuar të Ramazanit. Shënitrim i zekatit do të thotë që ti ta japësh zekatin. Pastaj shënitrim i haxhit do të thotë që ti ta kryesh haxhin nëse ke mundësi. Po ashtu këtu bëjnë pjesë shenjat të cilat kanë të bëjnë me bindjet e besimtarit, siç është madhrimi i libret të Allahut te bareke ve teala. Imam Nawawi thotë se të gjithë dietarët janë në ujdi, janë në konsensus se nëse dikush e fyen librin e Allahut dhe nuk e shënitron atë dhe nuk e madhëron atë, ka dalur nga feja dhe ka bërë kufër. Pra është obligative që besimtari ta shënitroj librin e Allahut te bareke ve teala. Është obligative për çdo besimtar që ta madhëroj librin e Allahut te bareke ve teala dhe që t'i përmbahet urdhresave të tij dhe t'u përmbahet ndalesave të tij. Në momentin që ne i përmbahemi urdhresave të tij dhe ndalohemi nga ndalesat e tij, kjo do të thotë se ne e kemi shëntruar librin e Allahut dhe atij ja kemi dhënë vendin e merituar të cilin ai e meriton. Po ashtu shënitrim do të thotë të madhruarit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmbajtja ndaj sunetit të tij, përmbajtja ndaj urdhrave të tij, përmbajtja dhe ndalimi nga ajo me të cilën ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ne i përmbahemi mësimeve të tij, ne e kemi shënitruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë e kemi adhuruar Allahun tebareke ve teala. Thot Allahu tebareke ve teala: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi. O ju të cilët keni besuar, mos i jepni përparësi askujt tjetër ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra, shënitrim është që fjala e pejgamberit, fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë tek ne e para, të jetë tek ne në opsionin e parë, të jetë tek ne zgjidhje e parë para çdo zgjidhje tjetër, dhe të jetë tek ne ajo e cila ka përparësi para çdo kujt tjetër. Në momentin që ne e madhërojmë kështu fjalën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja kemi dhënë shënitrin e merituar dhe me këtë rast e kemi adhuruar Allahun te bareke ve teala.